por në fakt ka vite që ne kërkojmë ta çojmë atje ku atje ku e meriton. Në fakt, për të qenë i sinqert, është bërë më bukur se ç'ishte. Edhe për kohën që ka ardhur, pasi koha ka ecur, ka ndryshuar, aty çdo gjë tashmë është më moderne, më e kohës. Dhe jemi munduar të ruajmë dhe identitetin e saj për formën, për atë çfarë ajo do të përcjellë tek qytetarët, pasi është një nga godinat emblem të këtij qyteti. Maliqi nuk mund të kuptoheshe pa këtë godinë. Është ndërtuar në vitet 52, edhe falë mbështetjes që ne i kemi bërë si pushtet lokal, por edhe falë mbështetjes që qeveria shqiptare ka qenë në fakt një ndryrje e vetë kryeministrit. Ta marrim në konsiderat që është një artist edhe ndoshta këtu ka qenë me një prekur. Pas investimit që ne kishim realizuar si bashki, ka bërë një ndryrje Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që për mua është një ndryrje fantastike. Ndoshta janë disa ndryrje që dhe ne nuk i realizojmë dot, se në një farë mënyrë duhet të kesh specialist, duhet të kesh, orsi se projekti është ideuar nga ana jonë, është finalizuar nga ana jonë, e tashmë ajo pothuajse po merr jetë, edhe pse ka ende të pambyllura pjesa e mobilimit, të themi, e ndriçimit, e fonisë, që besoj mbyllen brenda muajit. Gjithë pjesa tjetër ka filluar të aktivizohet, edhe më bukur është që aty tashmë ka gjallëri.